shumë shkaktimin e kodës, ndonë se me radhë mund të përmendim topiramat dhe fenitoin, barna që përdoren në mjekimin e epilepsisë. Metotraksat, bar i përdorur kryesisht për trajtimin e stadeve të avancuara të artritit reumatoid dhe psoriazës së rëndë. Mykofenolat mofetil ose celcept, bar që përdoret në trajtimin e transplantit të organeve. Beta blokuesit si metoprolol, atenolol, bisoprolol e të tjerë. Në këtë rast, kolla shoqërohet edhe me vështirësi në frymëmarrje. Barnat e quajtura antiinflamator jo steroid dhe antidhimbje si diklofenak ose voltaren, brufen ose rapidol, ketoprofen ose oki. Këto barna ngacmojnë kollë kryesisht tek personat astmatik ose ato me sëmundje kronike të mushkrive të quajtura SPOC. Edhe për këto barna, si për të tjerët që folëm më lart, për këtë efekt anësor ose për efektet e tjera anësore që nuk janë të rrezikshme, para se të kërkoni ndërrimin e mjekimit, kërkoni ndihmën e mjekut ose farmacistit tuaj që të provoni t'i lehtësoni ato. Gjithmonë, zgjedhja e parë e mjekut është më mira për trajtimin e sëmundjes tuaj. Detyrimi i mjekut për të ndryshuar alternativë mjekimi do të thotë për të largim nga efekti më i mirë i mundshëm.